klikova në internet për dua për të martuar me personin që do, dhe gjeta këtë dua, hajde ta shohim. Ja, hajde. Wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur 565 herë dhe në final thot në final Allahu do të martoj me atë që do. U zgjidh problemi. Mashtrim, gënjeshtër, rren. Ajeti s'ka lidhje fare. Thuaj, erdhi e vërteta nga Zoti juaj, kush të doj të mohoj, kush të doj të besoj. Se çfarë lidhje ka kjo punë me martesën? Prandaj dhe ne themi gjithmonë kujdes nga e merrni fen. Se si që thot tu? Recito thot ajetin 29 të surës El-Kahf, Kahf pra, thuaj të vërtetën që erdhi nga Zoti juaj, kush të dojë të besoj, kush të dojë të mohoj, pra e ka shkruajtur kështu latinisht. Wa qulil haqqu min rabbikum faman 565 herë, 560 se mos e thu 564 ose 566, 565. Në final thot Allahu do të martoj me personin që ti do. Po nëse është një gocë për shembull që e duan 7 veta për herë, dhe e knun të 7 këtë 565 herë, ose është një çun që e duan 10 goca për herë, edhe 10 gocat e knojnë këtë ajet nga 565 herë.